Ardhja në pushtet e Donald Trump dhe bllokimi i fondeve për ambasadat duket se ka futur në krizë selin diplomatike në Tiranë, që pas betimit të Trump, ambasada ka ulur qepenin, duke mos mbajtur asnjë qendrim mbi situatën politike në vend. Po ashtu janë ndërprer takimet dhe janë tërhequr ekspertët nga institucionet e drejtësisë. Trump bllokoi fondet për ndihmën e huaj dhe shumë ekspertë ambasadës janë pa punë. Kjo ka bërë që ambasada të nxjerrë në shitje shumë prej automjeteve me të cilët ata lëviznin. Ambasada ka bërë një njoftim në rrjetet sociale ku njofton se ka nxjerrë në ankand disa makina. Bëhet fjalë për makinat viteve të fundit, si duket bllokimi i fondeve ka futur në krizë ambasadën dhe ka nisur shitja e aseteve. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë shet 5 automjete për pasagjer, një kamionçin dhe një furgon nëpërmjet ankandit online, thekson ambasada. Bëhet fjalë për Foristrada me të cilat kanë lëvizur diplomatët dhe janë makina të viteve 2015 apo 2017. Ambasada e SBA-ve ka pasur me 10 ekspert nëpër institucione, sidomos në SPAK dhe organet e drejtësisë, policie të tjerë. Por pasi Trump bllokoi financat, ata janë pa punë. Ashtu pritet ketë shkurtime edhe të stafet e ambasadave, që sapo mori detyrën, Trump firmosi një dekret për të ulur shpenzimet jashtë dhe padyshim të parat që preken janë ambasadat.